Në një arkiv të vjetër, të mbyllur per dekada, u gjet një dosje me emrin Gako Çako e shkruar me shkronja të zbehte. Brenda saj, një fotografi nezi e bardhe, një takim i fshehte, një grua me shami, një burre me shikimin e lodhur. Fotografia ishte e mbyllur me vulete ku këtë ngjëshjenim, të mos hapet deri në vitin 2015. Por dikush e hapi me heret. Kur familja Çako pa i mazhin, reagimi ishte i mengjëhershëm, mohim total. Ata thane se kjo eshte montazh, se nuk eshte i velaj i tyre, se kjo grua nuk ekzistoi kurre. Por fajtyren e saj specialistet e identifikuan brenda 30-teve. Sipas disa burimeve, ajo ishte gruaja ku e shënderoi Gako Çako nga një artist në ngjëri të tjerë. Çfarë ndodhi në atë takim të fshehtë? Pse familja e mohoi këtë lidhje kaq rreptësisht të çfarë e fshehin akoma? Gako Çako nuk ishte thjesht ngjeze. Ai ishte shpirti i një brezi të tërë. Në vitet e 60 dhe të 70, emri i tij shkruhet me germa ari në historina e muzikës shqiptare. Sallat mbusheshin plot deri në korridore. Gratë e regja e kuanin e ngjell, burrat e moshuar e respektonin si bir të kombit. Gako këndon të kenge dashuria, por në zërin e tij dëgjohej diçka me shume, dimgje e shtrenguar, malka nuk sherohej çdot. Kur e ngrinte mikrofonin, heshtja mbretëronte. Ngjeshke ndigje e vesan të ndizejnë si ta e tij, dhe publiku ndjente se kingjeri e ka provuar çdo fjalë ku thote, por askush nuk e dinte se pas atij shkelkimi, pas atij buzekesh gjegje të shkurtër para daljen e skene, fshihajnë gje plagje kes mbillaj kurre. Në vitin 1969, pas një koncert triumfal në Tirane, Gako Çako u ktje në dhomen e tejtë e vogël në Hotel Dajti. Ati e priste një letër pa firme. Letra ishte shkruar me dore të dridhur, me shkronja ke duken sikur gjanë gervishur me frike. Në të shkruhaj vetëm një fjali, ne duhet të flasim per atë ke hambur. Letra nuk kishte adrese këtimi. Gako e leksoj pese here. Pastaj e dogji. Por me vone, ne një bisede me mikun e ti ishta angushta. Muzikantin Vaso Avrami, Gako rrefeu se agjo lettere tronditi me shume se çdo kritike, me shume se çdo fjergje publike. Sepse agjo tregonte se dikush e dinte historine, e të të fshehte, historine ku familja kishte zottuar të mbagjete varrosur per gjithmone, vajza ko ndryshoj fatin e Gakos nuk kishte e merr një shtipin zitar. Në dokumentet ku disa dishmitare pretendojnë se i kanë pare, agjo ku hejt thjesht il punkt. Fotografit e saj ishin të pakta. Një prej tyre, agjo ke sipas burimeve u zbulua në arkiv, e tregon atë duke këndruar per Gakos në një vend këmund të gjete nga vitet e studimeve të tjur në Moskove. Ai ishte ati nga vitu 1957 deri në 1961, student në konservatorin Tsajkovski, larg ateut, larg kontrollit, per balë tyre, një peme e vjetër bredi. Agjo këshami të bardhë mbi koke. Syta e saj shikojnë e poshta. Gako e ka duren e maqtët e ngritur sikur po perpiket të shpjegogje diçka. Në të gjatë të fotografise, një higje qëtër, një burre i larte me kapele. Kush ishte ai? Pse ishte ati? Të perse këqo fotografi u mbajt e fshehte per 50 vjet. Dëshmitare pretendonin se dokumenti kishte vuleke perdoreq per dosjet ke lidhen me sigurin e shtetit. Këqo do të thote se dikush nga lart kishte vendosur kje këqo histori dashuresh nuk duhet të dilte kurrene drite. Në vitet e para pas këtimit nga Moska. Gako kishte gjithçka. Kontrata e pare e tij u nënshkrua kura i kishte ngjezet e 60 vjet. Në vitin 1961, të ngjajtin vit kur marrë dhenjet mes Shqiperisë dhe Bashkimit Sovjetik u shkatëruan për gjithmone. Ai u be këngëtari i preferuar i radios kombëtare. Por nga mesi i viteve të 60, karakteri i tij filloi të ndryshonte. Kolegët e tij tregojnë se ai behej gjithnjë e me i heshtur. Para çdo spektakli, ai kërkonte ta këndronte vetëm 15 minuta, nuk fliste me askënd, duart i dridheshin pak. Të në një rast, para një koncert madheshtur në Durrës,
Një grimeret ha se Gako kishte mbetur në dhome dhe kishte kare hishturazi, kur agjo e pjeti se çfare kishte ndodhur, a e tha vetëm gjef gjale. Kam humbur atë ke me mbante gjalla. Kjo pohim tronditez u hod poshta mengje here anga menaks heret e tij. Ata thane se Gako ishte thjesht i lodhur, se kishte pasur një sezon të rende. Por grimera, i cila sot ka të gjete e katër vjet, refen diçka qëtër. Agjo thote se pas atij koncert, agjo pa Gakon duke shkateruar një letër në dhomen e tij. Kopate letrës mbeten në koshin e plehrave. Grimera i mblodhi ato here me vone. Agjo nuk arriti të lekson të shume, por një fjali da lohej karte. Nëse vjen, do të presim në vendin ku filloi gjithçka. Letra ishte e nënshkruar me një shkronjë të vetme. Grimera e ruaj t'i kete prove per dekada, por asnjëherë nuk kuksoj të tregonte. Sot per here të pare, ajo flet para kamerave. Te ajo thote se familja e Gako se kerqenuia të here me humbgjen e punez neze du të fliste. Pse? Çfarë fshehin? Në fillim të viteve të 70 gjeta, Gako u tërhok papritur nga disa koncertet e planifikuara. Arzjegja zyrtare ishte shëndeti. Por mjekët këj e vizituan atë thane se ai nuk kishte asnjë problem fizik. Problemi ishte tjetër. Gako nuk flinte. Ai hambi peshe 17 kilograme nedi muaj. Në një interviste të kohes, ai u pjet nga një gazetare se çfare po ndodhte me ta. Gako ju pergjigmen që buzekeshje të perpunuar, po ndodh gjeta, shoke. Vetem gjeta. Por si ta i tij nuk buzekeshin. Nu ato si leksohaj Frika e njëngjeri u ko e dise një pjese e tij u shkaterua per gjithmone, dhe kjo nuk mund te i regulohesh me asnjë kenge, me asnjë duar trokitje. Në shtapi e priste gruaja e tij, soprano e njohur Luisa Papa, dhe gjalli i tyre i vogel Pirro. Por edhe atje, mes familjes se tij, Gako ishte i humbur në një botë tjetër, në mosket e viteve 50 ku mund të këtë lene me shume se sa vetëm diplomen. Takimi kë sipas dëshmitareve fotografohet në atë imazh të rrallë, ndodhi gjone Tirane, për diku larg. Mbaze në vitet e fundit të studimeve në Moske, para se murimes Tiranes dhe Moskes të ngrihej per gjithmone. Në vitin 1960 kur Shqiperia dhe Bashkimi Sovjetik ndane urat, migjera studente shqiptare u detiruan të ktheheshin në adhe brenda gjavesh. Gako ishte me stajre. Por çfarë la pas? Kush ishte gruaja ke nuk mund të vinte me te? Dhe perse familja Çako nuk pranon ke agjo ekzistoj. Dëshmitare nga agjo kohet tregojt nëse shumë e lidhje u shkateruan nga politika. Por askosh nuk foli perto. Ishte tabu. Ishte turp. Ishte rrezik. Kur Gako u kthie nga Moska, a i shkoj direkt të produceri i tij, Petro Nini. Sipas burimeve, Petro me vone do të tregonte se Gako kërkoi gjë të çuditshme. Ai donte të gjitha kenget e tij të dashurisë të hikeshin nga repertori. Ai tha se nuk mund ta këndonte me per dashuri. Petro gja u habit. Gako ishte gjithmonë profesionist. Por ato dita, artistit me të dashur të Shqiperise i dridheshin buzet kur fliste. Petro ju lutke të ndryshon të mendje, por Gako ishte i palekundur. Ai tha vetëm kak, dashuria nuk ekziston. Shte vetëm gje fjale kë na e mezojnë per ta na bere të lumtur, por a gjovret me kekset sto arme. Keto fjala i deg gjuan vetëm dinjerez, Petro Nini dhe asistentja e tij. Petro nuk e raportoi kete biseda. A i e konsideroi si një sast dobeze të kalimtare. Por brenda di gjavesh, Gako u shfak per seri në skene, dhe këndoj pikerisht kengen e të i meta famshme dashuri. Por zeri i taj nuk ishte i njejte. Disa dhe gjus thanesin gjehaj sikur Gako këndonte nga varri i dikujt tjetër. Një peqe e pakapshme mbante qdo note. Një vajtëse e reshkroj në një letër të kohis, ishte sikuraj po këndonte lam të miren e fundit të dikujt ke nuk du të shite kurreme. Në dokumentet këdisa burime pretendojnë se i kanë pare, emri i gruas me inicialet del vetem në një dosje të mbilur nga Ministria e Puneve të Brendshme. Dosje mbandatën 27 mars, një me gjë në tekend e 60 edi.
Ati thuhet se Elpunkt ishte një grua që kishte lidhje familjare me një oficer të lartë sovjetik. Kjo lidhje e sagjme Gako Çako konsiderohej problematike per arsye shokerore dhe politike. Në dokument shkruhet karte, çdo raportim mediatik per këtë çështje duhet të ndalohet. Emrat duhet të fshihen, fotografita duhet të shkaterohen, por një kopje, sipas burimeve, u ruajt. Një kopje që ka shenuar në kuris me lapsta kok, kjo histori nuk duhet të harrohet. Shta pjesë e nesh, por nuk duhet të flitet. Kush e shkroi këtë shenim? Dikush që deshi të mbrojtje të vërtetën, apo dikush që donte të kontrollonte të kaluarën. Në fillim të vitit 1975, Gako Çako u largua nga Tirana per 3 muaj. Zyrtarisht ai ishte në ngjeturën e për rete, por disa letra privat që dëshmitare pretendojnë se i kanë pare tregojnë se Gako kishte kërkuar legje per pushim mjekësor. Legje kine nuk i adhane, ata i tane, njerëzit të presin, ti e zeri i popullit. Nuk mund të pushosh. Gako u detyrua të vazhdonte, por trupi i taj po përmbante gjithnjë e më pak. Mjekët ko e kontrolluan atë vit thane se zemra e të rrahte me një ritëm jo normal. Ata i rekomanduan pushim të plotte, por perseri u injuruan, dhe Gako vazhdoi të këndonte. Por brenda tij, diçka kishte nderuar gjeta, dhe askush nuk e kuptoi se sa telle kishte hire plage, deri kur ishte shumë e vone. Familja e Gakos nuk flet per atë fotografi. Kur gazetaret e shtipen per përgjigje, ata tone se ajo ishte në fabrikim. Por dëshmitare pretendojnë se dokumentet nuk gjengjajnë, sipas burimeve, specialiste fotografike nga Instituti i Arkivave Historike të Shqiperise e analizuan imagjin disa here. Ata konfirmuan se fotografit mund të gjete bere një fund të viteve 50 ose fillim të viteve 60 me një kamere zenit të prodhimit sovjetik. Letra kwe sipas burimeve e shokeron të fotografine, kishte një shenim të shkruar nga një oficeri panjohur, kjo grua eshte rrezik per karrieren e artistit. Lidhja duhet të ndërpritet, nëse refuzon, du të meren masa. Çfarë masash? Kush vendosi që dashuria e Gako Çakos ishte rrezik per shtetin, dhe perse askush nuk foli per këtë gjatë gjithë këtyre dekadave. Në mesin e viteve të 70, Gako Çako filloi të këndonte me ngjeze që ngjante me Malkim. Shokët e tij tregojnë se ai mberrin të ne prova shpesh I lodhur me rrathet e zeze Nancy. Kur dikush e pjesë të neze ishte mire, ai përgjigjet gjithmonë me të njëjtën fjali, jam mire, po punoj per popullin. Por perseri, ato si nuk gengjenin. Brenda tire leksohej historia e njeriuke kishte dashur njëhere me gjithë zemer, dhe kishte hambur atë dashuri jo nga zgjedhja e tij, por nga urdhri I dikut tjetër. Kush ishte ai dikush? Perse kishte atë fuki? Të çfarë ndodhi me gruanlë? A u këti ajo ndonjëherë në bashkimin sovjetik? Apo mbeti në Moskë, duke pritur dike që nuk do të vinte kurreme? Në vitin 1976, Gako rai semure gjatë një koncerti në Shkodër. Ai ra në skene, para migjera njerëzve. Mjekët ndihmuan me njëherë. Diagnostikimi I tyre, stres I madh të shterje nervoze. Geko u dërgua në spital per digjave, por asnjëherë nuk u shpjegua çfarë e shkaktoi atë shterje. Në bisedat private me kolegët, Gako tha se e kishte pare perseri atë grua në turme, por kjo ishte e pamundur. Ajo tashme nuk gjetonte në Shqipëri, dhe sipas gjasave nuk kishte jetuar kurre. Ajo ishte mbetur prapa murit të Berlinit, prapa hekurit ku ndante lingjen nga perëndimi, dashurina nga detyren. Grimira ke foli per letren e shkaterruar, ajo tregon edhe një detaj që të herë të rendasishëm. Ajo thote se një dita, pas një spektakli, ajo dëgjoi Gako duke folur me veten e tij para paskires. Ai peshperit ngjej e merr. Emri nuk ishte I karte, por fillonte mel. Pas asaj kohe, karriera e Gako Çakos nuk shkoi më lart. Ai vazhdoi të këndonte, por zeri I tij hambi atë shkëndigje që I kishte bere legjende. Në vitet e fundit të 70-tave, ai u tërhok në heshtje nga shumë projekte.
Menaksheri I tojtë ha se Gako donte thjesht të pushonte, por mjeket ko të trajtuan atë tregojnë se Gako vuante nga depresioni të lë. Një psikiatër ku e vizitoi në shtepin e teje në vitin një migje e nëntekend e të 80 thote se Gako ishte I fiksuar në të kaluaren. A I piste gjithmoni, a mund të këtë në një moment të gjithës dhe të ndryshoshete. Mjeku I pergjik gjithë se gjo, njeriu nuk mund të ndryshoshjet të kaluare. Atëhere Gako tha, pra nuk ka shprese, nuk ka këtim, nuk ka asgjët gjithër përveç kuqtëses se asaj ke humba. Fotografia që si pas burimeve u gjet në arkiv ishte sot në Duart e një grupi ekspertë shkepo per pikën ta identifikojë në gruan L, një prej tyre, historiani Arthan Leka, thote se bazuar në pamgjen e sajde në kontekstin historik, ishte e mundur kë agjote këtë këne një vajze nga një familje e lidhur me strukturat e sigurise sovjetike. Nëse kjo ishte e vërtete, atëhere nuk kam rekulli kë lidhja e sajme, Gako Çako u konsiderua si skandal kë duhet mbuluar. Në ato vite, artistet nuk kishin të drejtë të zgjedhin lirshëm dashurine. Ata ishin figura publike dhe çdo veprim I tyre kishte pasojë politike. Historia e Gako Çakos është. Historia e migjera njerëzve, të qere kë dashuria u vjedh gjo nga fatti, por nga frika dhe kontrolli I një sistemi kë nuk toleronte lirine e nxenjave. Por pjetë që mbetet, ku eshte a gjo grua sot, a eshte ende gjalle. Dhe a e di a gjo se si Gako e deshi atë deri në ditën e fundit. Deri në vitin di migja e të tembe djette, kur zemra e të gjreshti se rahuri në heshqe. Ashtu si kishte rahur per dekada, mendje malke askush nuk e sheroj dot. Dhe në atë dhome të fundit, në atë spital të eftoten e Tirane, si pas deshmi të revke ishin prane, Gako peshperiti ditska para se ti mbilte si ta. Në njëj e merë, vetem njëj e merë. Por askush nuk guksoj ta perseri se ata. Sepse edhen e vdekqe, disa dashurim beten tabu. Edhen e heshqe, disa histori vazhdojnë të refehen. Në përmjet një fotografie të vjeter, një letre të gjegur, të një zeri kë këndoj per dashurina kë nuk e gjetoj kurre. Vetem pese njerëz e dinin të vërtëten e plotte. Pese njerëz ke uzotuan para zotit dhe para shtetit se do të heshtnin per gjithmone, si pas burimeve ke sot per heret e pare dalin në drite, këta pese persona krigjuan ata ke në dokumentet e fshehta ku heq grupi I ruajtesve, ata nuk ishin shoke, nuk ishin mik, ishin kontrollore, në kryet e tyre ishte Petro Nini, produceri quo e ngjihte, Gakon me mire se kushtot tjetër. Prane Tigj, mjeku personal I artistit, Dr. Skender Hoxha, I cili si pas deshmitareve kishte raportuar qdo bisede mjekësore direkt të autoritetet, pasta gjvin të gruagja e Gakos, soprano Luisa Papa, e cila kishte pranuar ko emri I saj të mbetej I paster në kembim të heshqes. Katerti ishte një zyrtar I lartë I komitetit kendror, emri I të cilit nuk ishte konfirmuar ende, por si pas burimeve a I nënshkroi urdhrin ke fotografia të mbillegj në arkiv. Dhe e fundit ishte grimere me besnike e Gakos, Victoria Qela, e cila si pas dashmive kishte pareg gjithçka, por kishte heshtur per pesed gjete vgjet. Keta pese njerëz, plodheshin qdo muazh në një dhomet të vogël në katën e tretë të radio-televizionit shqiptar. Ata leksonin raporte per shendetin mendor të Gakos, per letrat kë ai merte, per shperimat kë ai thoshte në gjume. Te ati vendosnin se qfare të lezhonin të dilte gjashte, të qfare duhej zhdukur per gjithmone. Në njerin prej takimeve të tire, kem bahej në marsit të vitit një migje, e në të këndë 73, gruagja e Gakos, Luisa, kërkoj kë doktori ti gjepte burit të sajdiqka per të fjetur. A gjot ha se Gako nuk pushon të se karit në te. Doktori ju përgjigd se nuk mund të ben të kete pa legje. Atëhere zyrtari I komitetit kendror ngriu një fare pesheze, dhe ta lere të kare. Ashtu eshte me mire. Kura e kan, e kendon me telle. Kjo fjali eftohte trondite dhe grimerezen Victoria, e sila ka treguar per kete sast vetem në vitin di migje e nxezit. A gjot hote se ne atë moment kuptoj se Gako Çako nuk ishte mengjeri. A ishte një mjet.
Një mjetke duhejte prodhonte emocione per popullin edhe nese ai vete po vdiste brenda, dhe grupi I ruajtësve mbrojti atë sekret me besnikëri absolute. Asnjë prej tyre nuk foli gjatë jetës, por pas vdekjes së tyre dokumentet filluan të dalin, dhe ato flasin me shume se çdo gogje e gjale. Sipas raporteve të brendshme që disa burime pretendojnë se I kanë pare, Dr. Skender Hoxha regjistroi në kartelen mjekësore të Gakos, një shenim që nuk duhet leksuar kurrë nga askush tjetër. Atje shkruhej: pacienti mbetet I fiksuar në një kuqtëse të dikurshme nga Moska. Përmend një emër femëror me shkronjën L, nuk rrefen detajhe. Kembengull këta harroje atë, por ai refuzon. Konsiderohet I rrezikshëm për vetën nëse emocionet intensifikohen. Ky raport ishte datuar 25 shtator, 1975. Dr. Hoxha e dërgoi këtë raport direkt te Petronini. De Petroja vendosi, asnjë trajtim psikologjik publik, asnjë pushim I gjatë. Gako do të vazhdoje të kendoje. Por grupi do të mbike kyre që do hapta tjesh. Kjo ishte kujdesi që u ofrua një artisti të madh, kujdesi I një burgu të padukshëm, ku çdo fjale dëgjohej, çdo lot numerohej, dhe çdo peshperit që në gjume shkruhej në raport. Victoria Cella tregon se një natë, para një koncerti të rendësishëm në Korçë, Gako nuk doli nga dhoma e tij perdi ora. Produceri Petronini u shkete suad e urderoi kë, dera të hapej, kur hajnë brenda, e gjetën Gakon ullur në disheme me koken në duar. Para tej kishte një letër të hapur, letra ishte e shkruar në rusisht. Petroja remboj letrën nga duart dhe e futi në kshep, pastaj e kapi Gakon per supet të I ta, ti ke një detyre, ti nuk je vetem njeri, ti e zeri I një populli. Çfarë do ka ke humbur, a gjo ka vdekur. Tani ti do të ngrihesh, do të lash fytyrën dhe do të dalesh në skene. Victoria, e cila po kendronte në koridor, dëgjoi këtë bisede. A gjo thote se Gako nuk ju përgjigj. Ai thjesht u ngrit nga dale, si një fantazme, shkoi te lavamani. Ula me u gjetë ftohte, dhe u vesh. Pastaj doli në skene të kendoj perdi ore me njeze ke e beri gjithë salen të kante. Por Victoria thote se a gjo asa një here nuk e harroi shikimin e tij kur u ngrit nga dishemegja. Ai ishte shikimi në gjengjeriu ka nuk kishte me arshe të gjetonte, por nuk kishte legje të vdiste. Letra ko Petronini fsheu atë nuk u gjet kurreme. Por sipas Victorias, a gjo ishte shkruar me, dore shkrim femeror. Dhe në fund kishte një fjali në shkip, të shkruar me gabime, sikur dikush ka nuk e dinte mira. Gjuhen kishte përpjekur të përkthen diçka me zemër. Fjali thoshte, une e di ka ti po vuajt. Por vuajtja gjone nuk do të zduket kurre. Ne gjemi të ndara nga hekur, por gjo nga dashuria. Këtë fjali Victoria e përperdi sekonda para se Petroja ta fshihte. Te a gjo e mesoj përmendesh. A gjo thote se pas ati gjdite, Gako nuk foli me per dashurine. Ai kendoj per atë, por nuk e përgjetu e kurreme. Sepse ai e dinte se dashuria e ti gjetonte di koperte gjnje muri ke askush nuk mund ta kalonte. Dhe çdo note ke ai kendonte ishte nje lutje ke nuk do te dëgjohej kurre. Ne arkivat ke u hapen pjesërisht në vitin di mizhe, e pesam bedgje te. Disa deshmi të re pretendojnë se gjetën edhe nje dokument gjeter, një autorizim per kontrol të korespondences personale të Gako Çakos. Autorizimi ishte nënshkruar në vitin 1963, vetëm 2 vjet pas kthimit të tij nga Moska. Ati shkruhet karte, të gjitha letrat që vine nga 6 vendit duhet të leksohen para dorezimit. Nëse përmbajtja ishte e pazakonshme ose politikisht e dishimta, letra duhet të konfiskohet. Kjo do të thote se Gako nuk mori kurre të gjitha letrat që mund t'i kishin ardhur. Dikush I leksoe ato para tij. Dikush vendosi se çfarë ai kishte të drejtë të digja, dhe çfarë gjo. Dhe kjo nuk ishte bere vetëm per sigurinë e shtetit. Kjo ishte bere edhe per të mbrojtur imazhin e familjes së tij, per të mbrojtur karrierën e tij,
të perta e mbajtur popullin në erresire për dimgjen e vertete të azerit kë ata e donin kaq shumë. Një nga letrate konfiskuara, sipas burimeve, ishte nga Angje grua Kegjetonte në Moske. Letra ishte shkruar në vitin 1964. Në të shkruhe, une nuk mund të te harrogj. Une te presqedo dite, por kuptoj këti nuk mund të vish. Kuptoj që ata nuk do të legjojnë kurre këti te me shohesh përseri, por digje se zemra ime nuk ishte martuar me askend gjeter. Të nuk do të martohet kurre. Une gjam e gjotja, edhe neseti nuk gje me i imi. Kjo letër nuk ju dorezua kurre Gako Çakos. Ajo ufshine doshen e tij me vule të kuke dhe shenimin, e rrezikshme për moralin e artistit. Por nje kopje e saj mbeti në arkivin sekret, dhe sot, për herët e pare, kjo letër leksohet para publikut. Dhe kjo letër tregon se gruaja el nuk e harroi Gakon, ajo e priti ate. Ajo bezoi se një dite e muri do të binte, dhe ata do të takonin përseri. Por Gako nuk e mori kurre ate letër. Ai nuk e dinte se dikush ende e donte ate kaktelle. Të këgjo ndoshta ishte tragedja me i madhe e të gjithave. Në pramverën e një migja e 970 e të te, gjë ngjarje e retronditi grupin e ruajtesve. Gako mori një letër ke nuk kaloi dot nga kontrolli. Por kësa gjherë, letra nuk ishte në rusisht, ishte në shkip. Të ishte shkruar nga një burre kë pretendonte se ishte vellai i gruas el. E shkruante. Motra ime vdik në fund të vitit të shkuar, ajo të kërkoj deri në fund. Emri it ishte fjala e fundit ko ajo tha. Une nuk dinese ti e digje se sa shume ajo të donte, por tani ko ajo nuk eshte me, une mendoj se ti duhet ta dish. Letra kjo nuk ju dorezua Gakos, por një kopje e sagju dërgua të Dr. Hoxha, i cili e raportoj mengjëherë të grupi i ruajtesve. Ata vendosen, kjo letër duhet gjegur. Gako nuk duhet ta dije kurre se ajo ka vdekur. Sepse nese ai i mesom, ai mante Mosken dogje me. Te populika nevogje per zerin e tij, keshtu ke Gako vëzdoj të gjetogje pa e ditur se gruaja ke ai kishte dashur me, gjithë shpirt kishte vdekur në heshqe, larg tij, duke peshperitur emrin e tij në frimen e fundit. Kjo vendim ishte marrë në nje takim e mergjent në radion kombetare. Te pse anet ret e grupit ishin dakord, Gako nuk duhet të digje. Por grimere Victoria Qela ka treguar në një interviste të fundit se ajo dëgjoi këte bisede nga koridori, dhe ajo ka refjer se ne atë moment filloi të urrejje punen e saj. Ajo tha, une e digja se po beja diçka të keke. Po e ligja njeri të vuante per një gje ke ai nuk e dinte. Por sfare mund të beja. Nese flisja, une do të humgja gjithçka. Familja ime do të vuante. Të mbase edhe Gako do të ishte në rrezik. Keshtu ke une heshta. Të heshtja ime ishte bashke faqtore në atë krimin e fshehgjes se vdekjes nga dikush ke kishte te drajte ta dinte. Por kishte një person ke nuk heshti. Një person kë vendosi të shkelte regulat. Ai ishte muzikanti Vaso Avrami, miku me i ngushta i Gakos. Vaso kishte mezuar per letren nga një burim të brendshëm, dikush ke punonte në shërbimin e kontrollit të korrespondencës dhe kë e respektonte Gakon. Vaso vendosi se Gako meritonte të dinte të vërtetën, dhe ingjen atë, në fund vitin 1970 e të. Vaso shkoi në shtëpinë e Gakos. Ai trokiti në dere. Ishte ora njëmbedjeta e natës. Gruaja e Gakos, Luiza, hapi deren dhe tha se Gako ishte duke pushuar. Por Vaso kembenguli. Ai tha se kishte diçka shumë urgjente për ti thene. Luiza u tensionua. Ajo pjeti. Çfarë ka ndodhur? Vaso nuk ju pergjigj. Ai hiri brenda dhe shkoi drejt dhomës ku Gako ishte shtrire në shtrat. Ai hi tha Gakos, duhet të flasim vetëm. Gako u ngrit. Ata dolen në balkon. Te atje, me zete u let. Vaso i tha Gakos se gruaja ke ai kishte dashur kishte vdekur. Gako nuk tha asgjë, e vetëm jam beshteti koken në duar? Dhe kendroa keshtu per 10 minuta. Pasta gjaj pjeti. Kur? Vaso ju pergjigj, në fund të vitit të shkuar, në Moske. Ajo të kërkoj deri në fund. Gako u kthie në dhome,
Ai nuk kau, ai nuk uli, ai thjesht u shtrua në shtrat të mbilloi si te. Vasot se ai nuk e kishte pare kurre Gakon kakta kete. Ishte ngja kete si e frikshme, ketesja e ngjengjer ka kishte humbur shpresen e fundit, sepse deri në atë moment, Gako kishte besuar se një dita, ndoshta ata do të takonin përsëri. Por tani ai e dinte, Agjo nuk ishte me. Dhe ai kishte gjetuar tag gjithë ato vite duke mos e ditur se Agjo ende e donte. Ai kishte vuajtur vetëm, ndërsa Agjo kishte vuajtur vetëm. Dhe tani ishte shumë e vone. Shumë e vone për t'i thënë asaj se ai nuk e kishte harruar kurre. Shumë e vone për t'i thënë se çdo note që ai kishte kënduar ishte për te. Shumë e vone për gjithçka. Pas asaj nate, Gako ndryshoi plotësisht. Ai nuk foli me shumë. Ai shkoi në prova dhe këndoi mekanikisht. Ai buzëkeshte kur duhejte buzëkeshte, ai perkulej kur duhejte perkulej. Por brenda t'i kishte vdekur diçka. Koleget e ti tregojnë se Gako filloi të pinte. Jo shumë, por çdo natë ai pinte një gotë rakin e heshtje. Ai thoshte se kjo e ndihmonte të flinte. Por Grimere Victoria tregon se Agjo e gjeti një herë Gakon në gjimnaze duke kare para një fotografie të vjetër. Agjo pjeti. Ke po shikon. Gako nuk ju pergjigj. Ai vetëm e mbilli fotografine dhe doli gjashta. Por Victoria e pa fotografine. Agjo ishte një vajza e re me shami të bardhe mbi koke. Dhe në kurriz të fotografisa, me shkronja të vogla, shkruhaj një emër. Larisa. Ki ishte emri i plote ku Gako, kishte fshehur gjitha gjeten. Larisa. Gruaja ko ai e kishte dashur. Gruaja ko ai e kishte hambur. Gruaja kë kishte vdekur duke e pritur ata. Sipas disa dëshmitareve kë kanë folur vitet e fundit, Larisa dishohet se ishte vajza e një oficeri të lartë sovjetik kë kishte punuar në Moskë në vitet e 50. Agjo kishte takuar Gakon në një koncert studentor në vitin 1950. Ata ishin dashuruar me një herë, por lidhja e tyre ishte e ndaluar. Jo vetëm sepse Gako ishte shqiptar, por edhe sepse babai i Larisës ishte kunder. Ai e konsideronte Gakon si një student të huaj pa perspektive. Ai donte që vajza i tij të martohej me një oficer rus, me dike që kishte pozicion dhe fuki. Por Larisa nuk donte. Agjo donte Gakon, dhe Agjo zotoj se do të priste për gjithmone. Por në vitin 1961, kur marrëd henjet mes Shqiperisë dhe Bashkimit Sovjetik u prishën, Gako u detyrua tek të hej. Ai ju lut Larisës këtë vinte me te. Por Agjo nuk mund. Babai i saj e mbajti në Moskë. Dhe kështu ata undane. Per gjithmone. Por historia nuk mbaroi atje. Sipas dëshmitareve, Larisa shkroi letra për Gakon qëro muaj për me shume se pësembed gjetevgjet. Agjo dërgoi rreth të kind letra. Por asnjë prej tyre nuk ju dorezua, të gjitha u konfiskuan. Të gjitha u fshinën në dosje sekrete. Dhe Gakon nuk e dinte kur se Agjo ende e priste. Ai mendonte se Agjo e kishte harruar. Ai mendonte se Agjo ishte martuar me dike që tërë. Ai mendonte se dashuria e tyre kishte vdekur në atë stacion treni në Moskë, kur ata ishin ndare për herët e fundit. Por Larisa kishte mbetur bekare. Agjo kishte punuar si mësuese muzike në një shkolle në periferit e Moskës. Agjo kishte gjetuar vetëm. Të në fund të vitit 1977, Agjo kishte vdekur nga një semungje e rende. Vela i sad shkroi letren për Gakon disa muaj me vone. Por edhe Agjo leter ufshi. Dhe Gako mesoj të vërtetën vetëm nga Vaso Avrami, muajt e tere pas vdekjes së saj. Ky sekret trondites u mbajt brenda grupit të ruajtësve deri në fund. Asnjë prej tyre nuk foli gjatë jetës. Por pas vdekjes së tyre, dokumentet filluan të dalin. Dhe sot ne e dime se Gako Çako u torturua nga fati, por nga njerëzit që pretendonin se po e mbronin. Ai u bë rob i një sistemi që nuk lejonte dashurit e lire, që nuk toleronte gjengja gjashtë kontrollit, që dëshironte që artistet të ishin makina, që prodonim emosione, pa e ditur se ato emosione vinin nga plazhe të vërteta, nga dimgje të vërteta, nga hamgje që nuk shëroheshin kurre. Dhe pjetja ka mbetet sot ishta, sa artiste të gjere vëgjten kështu. Sa njerëz të gjere undane nga dashurita
e tire per shkak të vendimeve të dikush tjetër. Tesa letra të qera gjana ende të fshehura në arkiva, letra ku mund t'i kene ndryshuar gjetet njerëzve, porque asnjëherë nuk u leksuan, por historia e Gako Cakos nuk përfundoi me vdekjen e Larisës. Sepse pas asaj nate kur Vaso Avrami i tregoi të vërtetën, Gako filloi të kërkoje diçka. Diçka që asnjëri nga grupi i ruazhtësve nuk e kishte parashikuar. Ai filloi të kërkonte një vend ku ta ishte vetëm, një vend ku ta mos e kontrollonin, një vend ku ta mund të ishte ai vetë, pa kamera, pa raporte, pa frikë. Te ai e gjeti atë vend? Por kur ai e gjeti, ai nuk ishte me njeriu që kishte kene. Ai ishte një higje i asaj që kishte kene dikur. Te ajo higje do të gjetonte në atë vend për vitet e fundit të gjetes se e tij, duke u përpjekur të gjegje pak në një bote që kurre nuk i kishte t'hene. Por çfarë ishte ai vend, ku shkoi Gako Cako për të fshehur nga bota? Të çfarë zbuloi ai atje e beri të heshte edhe me shumë se me pare, këto pegje mbetën ende pa përgjigje, por dokumentet që dalin nga dale nga arkivat tregojnë se Gako kishte një gjetet të ditte, një gjetet të fshehte që askush nuk e dinte. Te kjo gjetet e fshehte mund të shpjegojë shumë nga mistiret që rrethojnë vitet e fundit të tij. Sepse Gako Cako nuk ishte vetëm një artist, ai ishte një njeri që kishte dashur dhe kishte hëmbur. Ai ishte një njeri që kishte vuajtur në heshtje, dhe ai ishte një njeri që kishte vendosur në një moment të gjetës se ti këtë mos gjetonte me per të qiret, por per vetëm e tij. Adhene se kjo do të thoshte të largohej nga gjithçka që e kishte njohur, e nuk i hoki kurre unazen me gurinezi. Edhe kur dora i ishte enjte nga se mundja, edhe kur mgjeket i thane se duhej ta hekte për trajtim, Gako refuzoi. Grimere Victoria Tela tregon se një ditë, në vjeshtën e vitit 1980 e di, ajo e pa unazen duke shkelkjer në dritën e proves. Ajo pjeti, çfarë do të thote ajo unaze për ju? Gako nuk e pa atë në si, ai vetëm ta. Kjo është e vetme hagje që me mban ende të lidhur me atë që kam kene. Nëse i hek, une nuk jam me une. Victoria nuk e kuptoi atëherë se çfarë donte të thoshte. Por tani, shumë e vjet me vone, ajo e kupton. Sepse sipas një magjistari që punonte në Moskë në vitet e 60-ta, Larisa ja kishte dhuruar atë unaze Gakos në ditën e fundit të atyre së bashku. Ajo i kishte thënë, derisa e kete në gisht, une do të gjem gjithmonë me ti. Edhe nëse nuk me shehme, edhe nëse harron fytyrën time, une do të gjem atje. Te Gako e mbajti atë premtim. Ai e mbajti unazen pesedhete e 60 vjet, derisa zemra e tij reshti se rrahuri. Por në ditën e vdekjes së tij, diçka e pazakonte ndodhi. Kur trupi i Gakos u gjet në shtëpinë e tij në Tiranë, në mëngjesin e 1 gushtit, 2018, unaza nuk ishte në gishtin e tij. Ishte në tavolinën pranë krevatit. Victoria, e cila ishte thirrur menjëherë nga familja, tregon se kjo gjë e trondite, sepse Gako nuk e kishte hekur kurre atë unaze vullnetarisht. Kurre, pjetë angelet, pse ishte atje? Sipas burimeve, velaj i tije me i vogël, Toma Cako, mori unazen dhe hodhi në një sirtar. Ai tha se nuk kishte rendasi, por Victoria tha se kjo kishte rendasi të madhe, sepse kjo do të thoshte ke Gako. Në momentet e fundit të gjetës së tij, vendosi të lirohet. Të lirohet nga premtimi ko e kishte mbashtur Robert për gjithë gjetën. Të pjegja mbetet, perse tani? Perse në këto momentet e fundit, çfarë e beri Gakon të kuptoje se ishte koha për të lënë atë peshe, por sipas një shënimit që u gjet në ditar të Gakos, djarë që familja refuzoi ta publikoje, ai shkroi diçka në natën para vdekjes. Ai shkroje, sot pashen gjë egzorsist kometa se ajo tashme e shte e lire. Ajo nuk me pretme. Dhe tani une mund të pushoj, Victoria thote se ajo e leksoj këtë shënim vetëm gjë here, para se Toma ta merte ditarin dhe ta fshite për gjithmone.
por ajo e mban mend atë fjalli, sepse ajo tregon se Gako kishte shkuar te një ekzorcist. Ai kishte kërkuar ndihme 6 mjekësese, 6 psikologjise, 6 gjithçka që kue mund të shpjegohej me arse. E kishte besuar se Larisa ishte shpirt që ende vuante dhe se ai duhet ta lironte atë. Pjetjet grumbullohen. Kush ishte ky ekzorcist? Ku e gjeti Gako atë? Dhe çfarë i ta e ke e beri Gako të besogje se fundi ishte koha për të pushuar? Sipas një burimi që nuk dëshiron të identifikohet, ekzorcisti që Gako vizitoi ishte një grua e vjetër që jetonte në një fshat në Fier. Ajo ishte e njohur në fshehtësi si një person që kishte aftësi për të komunikuar me shpirtrat. Shumë njerëz shkonin tek ajo për ndihme kur nuk gjenin zgjidhje në vendet e tjera. Gako shkoi tek ajo në fund të dhjetorit, dimizhe e 17. Ai shkoi vetëm, nuk i tha askujt, por një fëmijë i gruas së vjetër e pa atë duke dale nga shtëpia me një shprehje të lehtësuar në fytyrë. Gruaja e vjetër, që u intervistua pak para vdekjes së saj në vitin 2020, rrefeu se Gako i kishte treguar gjithçka. Ai kishte treguar për Larisën, për letrat që nuk i mori kurrë, për vdekjen e saj që mesoi shumë e vone. Ai i kishte treguar se ai gjente se shpirti i Larisës ishte i lidhur me të, dhe se ajo nuk mund të pushonte. Gruaja e vjetër i tha, shpirti i saj është i lirë. Ajo të fali kohë me pare, tani të duhet të falesh veten. Dhe kur ben këtë, ti do të mund të pushosh. Që pohim e tronditi Gakon. Ai kau para gruas se vjetër. Ai tha, une nuk mund të fal veten, sepse una e lashe atë. Una erdha këturi ajo mbeti atje, dhe ajo vdik duke me pritur. Si mund të fal veten për këtë? Gruaja e vjetër ju përgjigj. Ti nuk e le atë, ti të detiruan. Dhe ajo e dinte këtë. Ajo nuk të fagjesuaj kurre. Ajo vuajti, por nuk të urreu. Ajo të deshi deri në fund. Ti tani ajo deshiron këti të gjesh i lumtur, por ti nuk mund të gjesh i lumtur nëse vazhdon të mban këtë peshe. Lere të shkogja. Lere atë të pushogja. Të ti gjithashtu pushon. Gako dëgjoj këtu fjala. Dhe si pas gruas së vjetër, a ju largua patene asgja. Por kur arriti në makine, a ju ulde kau për gjizme ore, pas të gjuktje në Tirane. Dhe një muaj me vone, a i vdik. A ishte e vërtet e këgjo histori? Askush nuk mund ta konfirmogje plotesisht. Por Victoria qela beson se kjo është e vërtete, sepse ajo thote se Gako kishte ndryshuar në muajin e fundit. A ishte me i kete. A nuk kante me. E thjesht pranoj se koha e tij po mbaronte, te a nuk luftoj me, e thjesht priste, dhe kur unaza e tjes u gjet në tavolina, Victoria e kuptoi. Gako e kishte hekur atë vetë. A kishte vendosur se ishte koha për tu ndare. Dhe a e beri këtë me pake. Por pjetë që ko ande trondit mbetet, a ishte këgjo vertet pake, apo thjesht dorezim i fundit. Por për të kuptuar pse Gako mbeti roba e kesaj dashurie, duhet të këtehemi pësedhje të vjet me pare. Në mars 1973, produceri Petro Nini Thirri, një mbledhje emergjente. Ati ishin vetem 5 njerëz. Ai vete, Dr. Skender Hoxha, gruaja e Gakos Luiza Papa, zyrtari i komitetit kendror, dhe grimere Victoria Qela. Në tavolina ishte një dosje e mbyllur me shirita të kuk. Petroja e hapi dosjen me nga dale. Brenda saj ishte një dokument kë asnjëri prej tyre nuk e kishte pare me pare. Ishte një kontrate kë Gako kishte nënshkruar në vitin 1961, kur u kthye nga Moska. Kontrata ishte shkruar në një gjuhë juridike të vështire, por kelimi ishte i kartë. Gako Çako do të ishte artist i shtetit për gjithëhetjen. Ai nuk do të kishte të drejtë të refuzonte koncerte. Ai nuk do të kishte të drejtë të largohej nga vendi. Ai nuk do të kishte të drejtë të fliste publikisht për çështje politike. Të pikënishja me i renda ishte pikapis mbledhjete. Ai nuk do të kishte të drejtë të martohej me dike nga 6 vendit pa leje të veçantë nga komiteti kendror. Kjo do të thote se edhe sikur Larisa të kishte mundur të vinte në Shqipëri. Gako nuk do të kishte pasur të drejtë ta martonte atë pa miratim.
Te sipas burimeve, miratimi do të ishte refuzuar automatikisht, sepse Larisa ishte nga një vend ku e konsiderohej armik. Kontrata kjo nuk ishte publike. Asnjë gazetar nuk e dinte për te, asnjë fanes nuk e imagjinonte do të ky artistet e tyre të dashur gjetonin në një skalaveri të tille juridike. Por Gako e kishte nënshkruar. A e kishte leksuar me kuçdes. A e kishte kuptuar se çfarë po nënshkruante, apo e kishte bere sepse nuk kishte zgjidhje tjetër? Sipas Viktorias, kur Petroja e hapi atë dosjen e mbledhje, ai tha, kjo është arsyeja pse ne duhet ta mbrojmë Gakon nga ai vete. Ai I perket popullit tani. Gjo vetës së tij, Dr. Hoxha leksoi dokumentin me vëmendje. Pastaj ai pyeti, pse po e tregoni këtë tani? Petroja ju përgjigje, sepse dikush po përpiqet ta rrezoje Gakon. Te ne duhet ta jemi të përgatitur. Ai nuk të detaje se kush ishte ai dikush. Por sipas Viktorias, ajo kishte ngjëdishëm. Ajo mendonte se ishte vellai I Larises. Burrika e kishte shkruar letrën për vdekjen e saj. Ai mund të kishte vendosur të vazhdonte të kërkonte Gakon. Ai mund të kishte vendosur të ekspozonte historina. Dhe nëse kjo do të ndodhte, reputacioni I Gakos do të shkatërrohej. Jo sepse ai kishte dashur një grua të huaj, por sepse shteti nuk do të toleronte ko një artist kak I rëndësishëm të ishte I lidhur me dike nga një vend armik, kështu kë grupi I ruazhtesve vendosi. Çdo letër I nga 6 vendit duhet të konfiskohet menjëherë, çdo bisede private e Gakos duhet të monitorohet. Të nëse ai përpiqet të flasë për të kaluara, ai duhet të ndalohet. Por si mund të ndalohet dikush nga të folurit? Gruaja e Gakos, Luiza, propozoi një zgjidhje. Ajo tha, ne duhet të bindim Gakon se nëse ai flet, familja e tij do të vuajë. Gjalli I tyre, Pirro, ishte ende femia atëherë. Luiza tha, nëse Gako e do me të vërtet të gjallin, ai nuk do të rrezikojë të ardhmen e tij. Ai do të heshte për hir të gjallit. Kjo që propozoi Luiza ishte, në thelb, një forme shantazhi emocional. Sipas dëshmive, grupi ra dakord. Dhe disa dite me vone, Petroja thirri Gakon në zyrën e tij. Ai I tha, Gako ka ardhur në vëmendjen tonë këti ke marrë disa letra nga 6 vendit. Ne nuk do të lexojmë këto letra të vazhdojnë. Te nëse ti flet për këto çështje, ne nuk mund të garantojmë që gjalli yt do të ketë një të ardhme të mire, ti e kupton këtë. Apo jo? Gako e kuptoi shumë e mire. Ai nuk tha asgjë. Ai thjesht u ngrit dhe u largua nga zyra. Dhe koi atëherë, ai nuk foli kurrë me per Larisen. Jo sepse e kishte harruar, por sepse e donte gjallin e tij me shumë se veten e tij. Viktoria Cella, e cila dëgjoi këtë bisede nga korridori, tregon se kur Gako doli nga zyra, fytyra e tij ishte e bardhë si letra. Ai ekte si një fantazme. Ajo I shkoi pranë dhe e pyeti, "A gjë mire?" Gako nuk ju përgjigj. Ai vetëm vazhdoi të ekte. Por kur arriti në fund të korridorit, ai u kthedhe e pa atë. Të ne atë shikim Viktoria pa diçka që e tronditi, një kërkesë për ndihme, një lutje heshtur. Por ajo nuk mund të bente asgjë. Ajo ishte vetëm një grimere. Ajo nuk kishte fuki. Ajo vetëm mund të shikonte ndërsa Gako shkatërrohej ngadalë. Shkatërrohej nga një sistem ko e konsideronte si një mjet, jo si një njeri. Kontrata që Petroja tregoi ne atë mbledhje nuk ishte e vetëmja. Sipas burimeve që pretendojnë se kanë pare dokumentin, kishte edhe një raport tjetër, një raport që asnjëri nga anët e ret e grupit nuk e kishte pare. Ishte një raport nga shërbimi I inteligjencës që thoshte se Gako Çako ishte në mbikë kyrgje për shkak të lidhjeve të tij të kaluara me qytetare sovjetike. Raporti, sipas këtyre burimeve, ishte shkruar në vitin 1960 e tredhe kishte një shenim. Artisti duhet të monitorohet përkohësisht për të siguruar që ai nuk është duke përgjelle informacionet e armikta e gjashtem. Kjo do të thotë se Gako nuk ishte vetëm në kontrate. A ishte edhe në ndishim, a ishte trajtuar si një rrezik potencial, jo sepse ai kishte bere diçka të keke, por sepse ai kishte dashur dika që ishte nga ana tjetër e murit të hekurt. Ky raport nuk u bë kur Republik,
por një kopje e taj dishohet se u gjet në arkivat e sigurimit të shtetit pas vitit 1991, dhe kur disa studiues pretenduan se e kishin leksuar atë, ata mbeten të shokuar, sepse aty shkruhe karte se Gako Çako nuk ishte i lire. Ai ishte rob i një kontra të ko e detironte të kendonte edhe kur trupi i ti po të hermoste, rob i një sistemi ko e monitoronte qdo hap. Rob i një frike ko nuk e linte të fliste të vertëtan. Dhe rob i një dashuri kë ai nuk mund të gjeton të kure, por kë e mbajti gjallë deri në ditën e fundit. Pjetjet kë studiuesit ngrene sot janë të dimshme, sa artiste të tjere ishin nën kontratat të tilla, sa njerëz të tjere jetonin nën kercenimin ko nëse flisnin, familjet e tyre do të vuanin, dhe sa prej tyre vdiken duke mos treguar kurre historine e plote të gjetese tyre. Per here të pare pasanjezet e pese vitesh, gruagja kë të gjithe e kuanin kunamin e Gakos vendosi të flase. Agjo eshte Elona Duka, nje grua kë punonte, si asistente në radion kombetare gjate viteve të 70. Agjo nuk ishte familjare e Gakos, Agjo nuk ishte kolege e afert. Por Agjo ishte gruagja ko, si pas burimeve. U akuzua per ta kene shkak i ndargjës se Gakos nga Luiza në vitin 1000 e në tekind e 7-6. Kjo ndargje kurre nuk u konfirmua zyrtarisht, por shume njerëz e dinin se Gako dhe Luiza nuk gjetonin me se bashku. Ata ruanin pamgjen e familjes per publikun. Por në shtapi, ata ishin të ndare prej vitesh. Elona Duka thota se Agjo nuk ishte kurre në nje marrëdhënie romantike me Gakon. Agjo thota se Agjo thjesht ishte mikgja e vetme kë Gako kishte në ato viteta erreta. Agjo tregon se Gako shpesh vinte në ziren e sajde ker konte vetem të rinte në heshqe. Ai nuk fliste, ai vetem pinte kafe dhe shikonte nga dritargja. Elona e pjeste, cfare po mendon, te Gako përgjigjajsh gjithmone me të ngjajsh të nfëgjale. Per dike kë nuk eshte me. Elona thote se Agjo nuk e pjeste me. Sepse Agjo e kuptoj se Gako po vuante nga nje hamgjeke, ai nuk mund ta shpjegonte. Te Agjo nuk donte ta detironte. Agjo vetem rinte prane tigj, te kjo ishte mjaft. Por familja e Gakos nuk e pa keshtu. Luiza, gruagja e tigj, e akuzoi Elonen për ta kene shkak i largimit të Gakos nga shtëpia. Agjo shkoi tek drejtori i radios dhe kërkoi kë Elona të shkarkohej. Drejtori refuzoi. Ai tha se nuk kishte asnjë prove për një marrëdhënie të papërshtatshme. Por Luiza nuk hoki dore. Agjo shkoi me lart. Agjo shkoi tek komiteti kendror dhe raportoi se bashkëshorti i saj po ngaterrohej me një grua tjetër, dhe se kjo po ndikonte në reputacionin e tij si artist. Kjo akuze ishte serioze. Komiteti kendror thirri Gakon dhe e pjeti. A ishte kjo e vërtetë? Gako përgjigj. Jo. Elona ishte vetem mikgja ime. Asgjë me shumë, por komiteti nuk i besoi plotësisht. Ata vendosen ko Elona duhet të transferohet në një departament tjetër, larg Gakos. Dhe kështu ndodhi. Elona Duka tregon se kjo transferim e shkaterroe. Agjo humbi mikun e vetem ka kishte, dhe Gako humbi personin e vetëm me ta cilin mund ta fliste lirshem. Pas kësaj, Gako u mbil plotësisht. Ai nuk foli me askend per në gjengjat e tigj, ai thjesht këndoj të shkoj në shtëpi. Ai gjetuaj në vetmi edhe kur ishte i rrethuar nga njerëz. Tek kjo vetmi e thelle e shkaterroi atë me shumë se çdo se mundje fizike. Sepse ai kishte hambur aftesën e per të lidhur me ndonjë edhe me familjen e tij, gjali i tij Pirro, tregon se ai nuk e ngjehte babain e tij si një baba të vërtetë. Ai e ngjehte atë si një figure të largët, që jetone në të njëjtën shtëpi, por në një botë tjetër. Sot Elona Duka flet per here të pare. Agjo tregon se pas transferimit, ajo nuk foli me Gakon per 15 vjet. Por një dita, në pranveren e vitit 1991, Agjo e takoi atë në një rrugë në Tirane. Gako po ekte vetem me koken ullur. Elona ju afrua dhe i tha. Gako, si gje? Gako e pa atë si kur po shihte një fantazme. A e tu i tha. Elona. Ti ndegje ketu. Elona ju përgjigj, po, gjam ketu. Dhe ti,
Gako buzekeshi me trishtim. E tha, une nuk e di nesi gjam ende ketu. Ndonjëherë me duket se gjam vdekur per shumë kohe, të thjesht nuk e di ende. Elona nuk e dinte se çfarë të thoshte. Agjo vetëm e per kafoe. De Gako ka une shpatulen e saj, ai ka usinjë femi gjë. De pasta gjaj u largua patene asgjë tjetër. Elona thote se agjo e pa Gakon vetëm një herë tjetër para vdekjes se tij, ishte në një koncert për kushtimor në vitin 2017. Gako nuk këndonte me atëherë. Ai vetëm ishte në publik. Elona ju afrua dhe I tha, si je? Gako ju përgjigj, gjam lodhur, Elona, gjam shumë I lodhur. Te me pasaj shtoj, por se shpejti do të pushoj. Se shpejti do të takoj dike kue kam pritur për shumë kohe. Elona pjeti, ke do të takosh? Gako nuk ju përgjigj. Ai vetëm buzekeshi, te ne atë buzekeshgje, Elona pa diçka kë e tronditi. Shprese. Per herë të pare në dekada, Gako kishte shprese. Por jo shprese për gjete. Shprese për vdekje. Shprese se në vdekje, ai do të ribashkohej me Larisen. Shprese se në vdekje, ai do të ishte I lire. Pora ishte kjo vërtet shprese. Apo ishte thjesht një iluzion I një njeriu të tjerë. Elona nuk e di. Por ajo beson se Gako besonte në atë. Dhe kjo besim ishte e vetmja gjë që e mbajti gjalle në vitet e fundit. Sepse pa atë, ai nuk do të kishte arsye për të vazhduar. Ai do të kishte hekur dore shumë me heret. Por ai priti. Ai priti deri në fund. Dhe kur fundi erdhi, ai e priti me pake. Sepse ai e dinte se po shkonte diku ku Larisa e priste. Ma gjedhi sikur këgjota ishte vetëm një ender, ishte enderra e tij, dhe askush nuk mund t'ia merte atë. Familja e Gakos mohoi gjithmone eksistencen e Larises. Ata thane se agjo ishte vetëm një fabrikim, ata thane se Gako kurre nuk kishte një dashurin e moske. Ata thane se fotografia kue u gjet ishte e manipuluar, por Elona duka thote se agjo padeshmi. Agjo tregon se një dita, kur agjo dhe Gako ishin vetëm në zire, Gako e mori një fotografi nga portofoli I tij. Ai ia tregoi Elones. Fotografia ishte e vjetër dhe e zgjengjër, por imazi ishte I karte. Një vajze e remeshami të bardhe duke buzekeshur. Gako tha, kjo eshte agjo. Kjo eshte gruagja ke une kam dashur me shume se gjetën tim. Dhe une e hamba atë. Kjo sepse nuk e desham gjaft, por sepse bota nuk në legjohe. Elona pjeti, cfare u be me te. Gako ju përgjigj, agjo vdik duke me pritur. Dhe une gjetoj duke e pritur atë. Kjo eshte gjithë historia. Historia e një dashurie kue kurre nuk ndodhi, por ke kurre nuk vdik. Dhe kur Gako vdik, gjashte muaj me vone, unaza me gurin e dziu gjet prane krevatit të tij. E hekur, Elene pas, por si pas Elones, kjo nuk ishte një dorezim. Kjo ishte një clirim. Sepse Gako, në momentet e fundit, e kuptoj se nuk kishte nevoje për simbole me. Larisa nuk ishte ne unaze, agjo ishte ate ku ai po shkonte. Dhe ai po shkonte me zemër të hapur, jo me rob I një premtimi, por njeri I lire ke se fundi do të takonte ate ke kishte pritur gjithë gjetan. Në arkivat e bankes kombetare të Shqipërisë, në një doshje të mbillur me vullet e kuke, gjenden dokumentet kue tregojnë se Gako Çako kishte pasur një logari personale kue ne vitin 1965 arriti një shume të konsiderueshme. Si pas djeshmitareve kue pretendojnë se I kane pare ato dokumente, a e kishte kurshir gati gjithka ka fitohe nga koncertet të regjistrimet. A I gjeton të thjesht, nuk blinte gjerat e shtrengta, nuk udheton të per kena kesi. Koleget e tij tregojnë se Gako thoshte se po, kursen të per një arsye të vesanta, por nuk tregon të kurre çfarë ishte agjo arsye. Disa mendonin se ai donte të blinte një shtepime të madhe per familjen, të qeret mendonin se ai po përgatitej per plekeri, por të gabimet ishin të gabuara. Sepse në vitin 1985, logaria e Gakos u zbraz plotësisht. Te gjitha para te, rreth 50 e 8.000 lekësh të asaj kohe, një shume e madhe, u tërhoken brenda një gjave. Kur bankieri e pjeti se ku po I dergonte. Gako tha vetëm,
po I dërgoj atje ku duhet të shkojnë. Pas një muagji, ai vdik. Dhe askush nuk gjeti kurrë se ku shkuan ato para. Grimere Victoria që la tregon se pak dite para vdekjes së Gakos, ajo I pate duke dalë nga ngjezire juridike në kender të Tiranes. Ajo ju afruat he e pjeti, çfarë po bën këtu. Gako nuk ju pergjigj mengjëherë. Ai vetëm buzekeshi me trishtim, pastaj tha, po rregulloj gjërat. Po sigurohem që gjithçka të shkojë atje ku duhet. Victoria nuk e kuptoi se çfarë donte të thoshte. Por kur Gako vdikte testamenti I tij u hap, familja e tij mbeti e shokuar. Sepse në testament Gako kishte lënë një udhëzim të çuditshëm, një pjesë e konsiderueshme e pasurisë se ti duhej dërguar në një fondacion bamirezje në Moskë, një fondacion që ndihmonte fëmijët jetime. Familja e Gakos kundërshtoi këtu. Ata thanë se kjo ishte e çmendur, se Gako nuk kishte asnjë lidhje me Moskën, se ai nuk ngjihte asnjë fondacion atje. Por avokati që kishte shkruar testamentin tha, se Gako kishte kene shumë I karte. Ai kishte dhënë emrin e saktë të fondacionit, adresën e saktë, dhe kishte këmbengulur që kjo të behej pa diskutim. Pas disa muajsh hetimi, u zbulua se fondacioni që Gako kishte zgjedhur ishte krijuar në vitin 1978, një vit pas vdekjes së Larisës. Dhe sipas dokumenteve që disa studiues pretendojnë se I kanë pare, fondacioni ishte krijuar nga vella I Larisës. Ai e kishte themeluar atë në kushtim të motres së tij, e cila kishte punuar si mesuese dhe kishte dashur fëmijët. Kjo lidhje nuk ishte rastësi. Gako e kishte zbuluar këtë fondacion, ndoshta në përmjet njerëz prej letrave të rralla që ia kishin dorëzuar, dhe kishte vendosur se ki ishte vendi I duhur për të dërguar para të tij. Sepse nëse ai nuk mund t'i jepte asgjë Larisës gjatë jetës, të paktën mund të ndihmonte kauzën ku ajo e kishte dashur. Kjo ishte mënyra e tij për të lidhur me ta edhe pas vdekjes së saj. Kjo ishte mënyra e tij për të thënë, unë nuk të harrova kurrë, por familja e Gakos nuk e pranoi këtë shpjegim. Ata luftuan testamentin në gjykate. Ata thanë se Gako kishte kene në gjengje mendore të dobet kur e shkroi atë se ai ishte manipuluar. Por gjykata vendosi se testamenti ishte I vlefshëm. Gako e kishte shkruar atë me mendje të karte, me di dëshmitare të pavarur, të kishte kene shumë I vendosur. Kështu ka para të u dërguan. Të sot, në Moskë, fondacioni ka mban emrin e Larisës vazhdon të ndihmojë fëmijët jetime. Fale parave që Gako Çako kurseu gjithë jetën. Kjo histori nuk u bë kurrë publike në Shqipëri. Familja e Gakos nuk donte që kjo të dihet, por vela I Larisës, I cili vdik në vitin 2017, la një letër ku falendron të Gakon për dashamirësinë e tij. Ai shkroi, motra ime do të ishte krenar. Ajo do të kishte dashur që dashuria e saj të ndryshonte botën, edhe nëse ajo vetë nuk mundi ta gjetonte atë. Të kështu, edhe në vdekje, Gako gjeti një mënyrë për t'i dhënë kuptim dhimbjes së tij. Ai e ktheu hëmgjën e tij në diçka që ndihmo të qret. Ai e ktheu dashurinë e tij të pashprehur në veprim konkret, të ndoshta kjo ishte mënyra e vetme që ai mund të gjente pake, sepse nëse dashuria nuk mund të gjetohej, të paktën ajo mund të behej e dobishme. Nëse ai nuk mund të shpëtonte Larisa, të paktën mund të ndihmonte fëmijët që ajo I kishte dashur. Të kjo në fund të fundit ishte forma me e thellë e dashurisë. Dashuria që gjep edhe kur nuk ka me asgjë për të marrë. 3 ore para se të dilte neskën e për herët e fundit, Gako Çako mori një vizitë të papritur. Ishte një burrë I pangjohur, me kepuset e zeza të lustruara të një sante lekure në dore. Ai erdhi në dhomën e provave të kërkoj të fliste me Gakon vetëm, kolegët e tij u shkëtësuan. Ata peten, kush gjeni gju? Burita vetëm, gjëm dikush që ka një mesazh për zotin Çako. Një mesazh që I ka pritur për shumë kohë. Gako, I cili po pinte kafe në koshe, e dëgjoi këtë. E u ngrit të tha, lereni të higje. Kolegët ngurruan, por Gako ishte I vendosur. Ai I dërgoi të gjithë gjashtë, dhe burri hiri.
dera u mbil. Tepër 20 minuta, askush nuk dinte se çfarë po ndodhte brenda. Kur dera u hap përsëri, burri doli pa thënë asgjë. Ai shkoi poshtë shkallëve të çdukun e rrugë. Kolegët e Gakos hinë brenda të e gjetën atë ulur në karrige me kokën në duar. Ata pyetën, çfarë ndodhi? Kush ishte ai? Gako nuk ju përgjigj menjëherë. Ai vetëm tha, ishte dikush që më solli diçka që kam pritur për 50 vjet. Pastaj ai u ngrit, shkoi te paskera, u la fytyrën me ujë të ftohta dhe tha, hajde, le të shkojmë. Populli po pret, por zeri i taj ishte i ndryshuar. Kolegët thanë se ai tingelon të sikur po fliste nga një vend tjetër, sikur trupi i tij ishte atje, por mendja e tij kishte shkuar diku larg. Koncertin e asaj nate njerëzit nuk e harruan kurrë. Gako këndoi me një intensitet ko askush nuk e kishte pare prej vitesh. Ai ka në skene. Ai u përgjërua para publikut. Ai tha, falemindrit që me keni dashur edhe kur une nuk kam mundur t'ju them të vërtetën. Falemindrit që keni kene ketu edhe kur une kam kene i hambur. Publiku nuk e kuptoj se çfarë donte të thoshte, por ata duar trokiten. Ata karen me te. Dhe kur koncertin mbaroi, Gako u tërhok në domen e tij dhe nuk doli me. Kolegët e tij trokitan në dere. Ai nuk u përgjigj. Ata e hapen deren të e gjetën atë shtrire në disheme, duke mbajtur një letër në dore. Letra ishte e shkruar në rusisht. Ata thirrën mjekun. Mjeku tha se Gako kishte pesuar një goditje në zemër, por ai ishte ende gjallë. Ai u dërgua në spital, dhe atje, ai gjetua vetëm 7 ditë të gjera. Në ato 7 dita, Gako nuk foli shumë, por njëherë, kur grimere Victoria qela erdi për të vizituar, ai ia kapi dorën dhe tha, agjo me fali. Agjo me tha këta mos vuajme. Agjo me tha këne do të takohemi për seri, Victoria pjeti, kush të tha këte? Gako buzekeshi. Ai tha, burri kë erdi. E meso lingje letër nga vellaj i saq. Gjë letër kë Larisa kishte shkruar para se të vdiste. Agjo e kishte lenoj atë me vellane i saq dhe i kishte thene, nëse Gako eshte ende gjale kur une vdes, gjepgja këte. Gjepgja kë ai te digje se une nuk e fajesova kurre. Kë ai te digje se una e desha deri në fund. Kë ai te digje se ne do të takohemi për seri, në një vend ku nuk ka me mure. Kjo letër nuk u gjet kurre. Familja e Gakos pretendoj se ajo nuk ekzistoj kurre, por Victoria beson se ajo ishte reale. Sepse pas asaj bisede, Gako ndryshoi. Ai nuk vuajtime. Ai priti vdekjen me këtesi. Ai tha se ai po shkonte në një takim kë kishte pritur gjithë gjetën. Te kur ai vdik, në mëngjesin e 27 gushtit, dimigja e të tembedjeta, fytyra e tij ishte e këte. Mjekët thane se ai kishte vdekur në gjume, pa dimgje. Por Victoria thote se ajo e pa diçka gjetër në fytyrën e tij. Ajo pa buzekeshqe. Një buzekeshqe të vogel, po thuajze të padukshme. Sikur ai kishte pare diçka të bukur në momentin e fundit. Sikur ai kishte takuar dike kë kishte pritur për 57 vjet. Pas vdekjes së Gakos, historia e tij u varros së bashku me te. Familja e tij nuk foli për Larisen. Ata organizuan një funeral madhështor, me migjera njerëz që erdhen për t'i dhënë lamtumiren e fundit. Artistet e medhen shkenduan për te. Politikanet folen për kontributin e tij në kulturen kombëtare. Por askush nuk përmendi gruan që kishte shënderuar atë nga një studenti talentuar në një artist që këndoi me shpirt. Askush nuk tha se çdo note që ai këndoi për dashuri ishte në të vërtetë një kujdimi saq. Askush nuk tha se e gjetua 50 e 7 vjet me një plagë që nuk u mbel kurrë, sepse kjo nuk ishte historia që shteti donte të tregonte. Kjo nuk ishte imazi që familja donte të ruante. Ata deshen që Gako të mbetet si një hero kombëtar, jo si një njeri që kishte dashur dhe kishte humbur, por të vërtetat nuk vdesin me njerëzit. Ato gjetojnë në letrat e fshehura, në dëshmita e heshtshme, në fotografita ku nuk diheshin të ekzistonin. Dhe sot, për herë të pare, kjo histori po del në drite. Jo sepse dikush e zbuloi rastesisht, por sepse njerëzit kë e dinin të vërtetën vendosen se ishte koha për të folur. Victoria Cela, Elona Duka, Velaj Larises,
të gjithe ata folan. Dhe se bashku, ata krigjuan gje mozaik të dhimshem të nje gjetë ko gjetuan e hishgje nën presion nën frike. Por edhe nën dashuri, sepse dashuria ishte agjoka e mbajti gakon gjale. Dashuria ishte agjoka e detiroj të kendonte edhe kur ai nuk kishte me forse. Dashuria ishte agjoke e berjate të gjepte parate e tij per femigjet e moskes, dhe dashuria ishte agjoke e berjate të buzekeshte në momentin e fundit, por të fare ndodhi me njerezit kë e tradtuan, produceri Petronini gjetuaj deri në vitin 2003. Ai kure nuk kerko e falgje per ateke, e kishte bere gakos. Ai vdik duke besuar se kishte bere punen e tae, duke mbrojtur një artist nga ai vete. Dr. Skender Hoxha vdik në vitin 1998 pa treguar kurre historine e plotet e raporteve ke shkroj. Zyrtari i komitetit kendror, emri i të cilit nuk eshte konfirmuar ende, dishohet se gjetua deri në fund të hetis papasogja. Ai ruajti sekretet këdinte të i mori ato me vete në var. Te gruagja e Gakos, Luiza Papa, e cila vdik në vitin 2000 në gjembed gjete, kure nuk pranoi se agjo ishte pjese e grupit kë kontrolloi gjeten e bashkëshortit të saj. Agjo vazhdoi të pretendonte se ishte viktime jo bashke fajtore, por e vertita del gjithmone, edhe nese duhen dekada. Edhe nese duhet të presim kët të gjithhe protagonistet të vdesen, sepse dokumentet mbeten, dashmitaret flasin. Dhe fotografita kë diheshin të gjeno gjegur shfaken perseri, fotografia kë tregon gakon të Larisen se bashku, fotografia kë familia e mohoj, eshte sot në duart e studiuesve kë po perpiken të vertetojne autenticitetin e saj. Ekspertet tone se ajo eshte e vertete. Ata tone se letrat kë Larisa shkroj gjane të verteta. Ata tone se historia e Gakos de Larises nuk eshte fabrikim, eshte realitet. Realiteti dimshem, realiteti fshehur, realitet kë shteti nuk donte ke populli ta dinte. Por sot, populli e di. Te populli ka te drejtet e digje. Sepse Gako Çako nuk ishte vetëm një artist. Ai ishte një njeri kë dashuroj, një njeri kë vuajti, një njeri kë humbi, dhe një njeri kë, në fund, gjeti pake, gjo në gjete, por në vdekgje, sepse në vdekgje, a ju takua me Larisen, në vdekgje, a ju qlirua nga kontrolli, nga frika, nga presioni, në vdekgje, a ju be perseri a i vete. Dhe kjo, ndoshta, ishte fiturgja e tijme e madhe, gjo në skene, gjo në karriere, por në shpajrt. Sot kur njerëzit dëgjojnë kenget e Gako Çakos, ata i dëgjojnë me veshta ndryshem. Ata nuk dëgjojnë vetëm meloditë e bukura. Ata dëgjojnë dhimbjen e një njeriu kë kendoi per dashurina ko nuk mundi ta gjetonte. Ata dëgjojnë mallin e një njeriu kë priti 50 gjeta e 70 gjet per një takimkar erdhi vetëm në vdekje. Ata dëgjojnë fjalën e fundit të një njeriu kë tha, unë gjudua, edhepse gju nuk gjeni me ketu. Edhepse une nuk mund që shoh, edhepse botan andau. Une gjudua. Dekjo dashuri du te gjetu gje perg gjithmone. Dekjo eshte historia e Gako Çakos. Gjo historia kë shteti don të te tregonte. Gjo historia kë familja ruashti me kuqdes. Por historia e vertete. Historia e një njeriu kë dashuroj me gjith e zemer, dhe kë hombi gjithska per shkakte asaj dashurie. Por kë kurre nuk u pendua, sepse dashuria e tij per Larisen ishte agjoka e beri atë të gjete Gako Çako. Dhe pa atë dashuri, ai nuk do të kishte këne asgje, mikta si e shihni gju historina e Gako Çakos. A ishte ai viktime e një sistemi kë nuk toleronte dashurina e lire, apo kishte edhe ai fagjin i tij per zgjedhjet kë beri, a duhej ai të luftonte me shume per Larisen, apo ai beri atë këzdo baba do të bente per ta mbrojtur gjallin e tij, shkruani mendimin tuaj në komente. Na intereson të dini nëse Gako Çako kuqtohet ende në kytetin tuaj, nëse kenget e tij ende degjohen, dhe nëse kjo histori gju prekur. Vendos ninje pelkim per të nderuar kojtimin e tij, dhe abonohuni këtë dëgjoni me shume histori të verteta ke nuk gjane treguar kurre. Sepse e verteta, pavarësisht sa e dhimbshme,
meriton të dëgjohet.